ushtroni çdo ditë për të bërë më mirë apo kur dëshironi jo? Po, për me ushtru për shumë instrument, është mirë me ushtru çdo ditë. Sa i përket aspektit këndimit, varet edhe çfarë lloj vepre merr me lujt ose me performu para audiencës. Për shembull, tash që jena tu përgatit për Garën Berlin në Korin Ocarina, arsimtarja Elikon asaj Shala, na ka marrë disa vepra shumë bukra, që nuk janë vetëm shqiptare, janë edhe prej anëve tjera të botës, cilat kemi performu me 2 kore tjera që na pranu me i përfaqësu Kosovën ma saktësisht me anë të këndimit, korit fëmijëve. Janë vepra shumë bukra, cilat kam luajtur për shumë kore, po gjithsesi kam ndalë shumë bukur shpresoj. Ushtrimi me thonë varet edhe prej pjesës veprës, nëse të nevojitet ma shumë, do të thonë ushtron ma shumë. Nëse nuk nevojitet, do të thonë varet edhe pikos që gjenë gjatë ditës, por është ma mirë me ushtru për çdo ditë se sa kur vjen motive. Apo na tregon a kështu mujt me zgjedh mes flautës edhe këndimit? Apo që të dyjat duhet patjetër me vazhdu të ti? Më pëlqejnë shumë dyja, për nështë shumë pak e kisha veçu pak ma shumë këndimin, se ma dënë zemra më shumë. Është pjesë e shpirtit, edhe mendoj me vazhdu një të ardhme me këndim, përderisa kam viju këndim dhe arsimtarja Elikon, mësja Elikon, që rreth 7 vite, mendoj që do vazhdoj me performu e me këndu në skena. Po e përmend në vazhdimsi Korin e fëmijëve Ocarina, që tash është 7 pjesë e atij korit. A ke kujtime shumë të mira, cilat kishe pas dëshirë me i veçu, sepse e di që keni aktivitetet e një pas njëshme, koncertet një pas njëshme. A ka diçka, ndoshta ta themi, ndonjë audicion brenda korit që ti mundesh me veçu dhe ndonjë performancë që ti e ke pas gjatë kësaj periudhe, sepse ti je vetëm në klasën e 7 edhe ta them që je zhvilluar shumë vokalisht. Kjo do të ndihmoj që ndoshta të ardhmen të përcaktohesh ose në këndim ose në flaut. Kështu që a ka diçka që mundesh me veçu edhe me thënë që kjo mund t'jetë një kujtim shumë i mirë ose një pikë these të zgjedhësh njërin ose tjetrën? Po, një prej kujtime ka qenë vitin e kaluar verës, majtë audicioni për operën Carmen, e cila ka qenë për të shfaqur në Kosovë për herë të parë, ka qenë vepër e vështirë, por më pëlqen muzika, kam vazhdu me ushtru, kam fillu me ushtru veprën edhe kam hyrë në audicion. Pas audicioni jem pranu edhe këna vazhdu me majtë prova derisa ka dollë vepra finale në fund, që ka qenë mrekulli, me thonë, seriozisht ka qenë shumë e bukur. E këna pas një dirigent italian, i cili në ka dirigju veprën Carmen, edhe kisha cek, apo ashtu vitin e kalum, kam këndu së pari solo, Janinës Shqiponsyt, këngë Globe nga jugu i Shqipëris, pas taj e këna këndu duet me Ima Bislimin, që është pjesë e Korit Ocarina. Është vepër shumë e bukur, ka dollë shumë bukur, e këna performu shumë shper, se nështë është vepër pak ma e veçantë, se është vepër e shumë e bukur edhe kur t'interpretohet me zona shumë, se është vepër pak më e vështirë se për na fëmijë që kena qenë me 4 zona, me performu një vepër që u dosh në ashtë ako, po që jak na dollë shumë mirë, është arritje shumë e madhe. Është për të duar trokitur çdo arritje e nxënësave dhe mësimdhënësave të cilët punojnë me nxënësat e tyre, sepse është e përbashkët. Mësimdhënësat pa nxënësat nuk munden, edhe nxënësat pa mësimdhënësa nuk munden që të kenë suksese. Vajza, me juve kemi shumë gjëra për të bisedu, sepse fakti që ju jeni pjesë e shumë aktiviteteve ju jep juve hapësirë që keni se çfarë të flesni, por ne kemi kohën shumë të limituar
Dhe për fund, a mundeni diçka me shtu, ndonjë mesazh për fëmijët, ndoshta muzika ndikon shumë në socializimin e fëmijëve, mundeni me ju sugjeru prindërve që ndoshta fëmijët e tyre t'i angazhojnë sa më shumë në këtë aspektin e muzikës, apo cili do të kishte qenë mesazhi juaj për gjithë fëmijët të cilët po na ndjekin këto momente? Spari, mos t'i ndalin kurandrat e tyne, me vazhdu me punu, edhe me dhonë shumë qka për ëndrën që e kanë, se nëse vazhdojnë me ndjek ëndrën e tyne, besoj që kanë mja arrit. Për shembull për mua që ka qenë muzika, është tu zhvillu, me besoj që ka mu arrit një ditë, ama shpresoj që secili fëmijë me ndjek ëndrat e tyne dhe mos mu ndalë korë. Vesh mos me ndalë, dhe me thonë mos mu ndalë të u angazhu, edhe pse me ndoni që është shumë, po në të ardhmen kanë me ebe pa, dhe me thonë, sepse diçka që dhe me bu, thonë shkan me qejf dikon, edhe as nuk prita me bu qatë punë. Për shembull me shku me naj aktivitet, me u marrë me orkestra, edhe me muzik nuk është keq, as me sporte, në gjitha ante ndryshme, mos mu nalë të ndjek ëndrat e tyne, dhe me vazhdu çka dojnë mu bu në të ardhmen. Sepse në të ardhmen do të shohin sa shumë ja ka vlet angazhimin moštri. Po. Adia, ke diçka për fund me i thamë vajzave? Po, pse zgjodhet pikërisht flautin dhe pse jo ndonjë instrument tjetër? Për mu, flauta, si që cika ma heret, për shumë instrumente tjera, babi ma ka propozu njëherë harmonikën, po nuk është më ka pëlqy. Edhe pasi kom dëgju flautën, shumë flautiste që kanë lujt në instrumentin e flautës, më ka pëlqy shumë, më ka bë munisi për vete flauta, kështu që për atë arsye nashta kom vazhdu me u merë në flaut, e nuk im të ndoj njëherë. Për mu, tezja ka qenë shkollë fillore të muzikës në flaut. Dhe me thonë ka qenë inspirimi em në flaut. Kum pas qef edhe në violin, po që pastaj kur e pash flautën e ndëgjova, fillova mu bo dhe ma shumë kurioze për flaut, me thonë që shluhet, mënyra që shluhet. Më thonë, i gjithë inspirimi ka ardhur nga tezat, se në përsendas shumë, dhe nuk kam bërë, dhe më thonë, nuk e bi pishman që e kam zgjedhë flautën. Është zgjedhja e mirë. Unë duat ju them faleminderit që ishit pjesë e emisionit dhe ju uroj shumë suksese në çdo koncert edhe kudo që shkani.